Krye diplomatët e Kosovës dhe të Serbisë kanë këmbyer akuza ndaj vendeve të njëri tjetrit në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku të martën vonë u diskutua për raportin 6 mujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, për misionin e OKB-s në Kosovë. Ministra e jashtme e Kosovës në detyrë Donika Gërvalla tha se Serbia nuk ka ndryshuar dhe ajo po i vazhdon përpjekjet për të destabilizuar demokracinë e Kosovës, jo vetëm përmes retorikës, por përmes veprimeve konkrete dhe të dhunshme që rrezikojnë paqen dhe sigurinë në rajon. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić u ankua se gjendja e serbëve në Kosovë po përkeqësohet dhe serbët po e paguajnë çmimin. Gërvalla tha se në shtator 2023 Kosova ishte cak i një inkursioni të armatosur nga një grup paramilitar të mbështetur nga Serbia dhe të udhëhequr nga Milan Radocić. Banjska ishte akt paramilitar nga një shtet në një shtet tjetër. Ibër Levenci ishte sulmi gradës ushtarake nga një shtet në infrastrukturën kritike të një shteti tjetër, tha Gërvalla. Një polic u vrau dhe 3 sulmues në shtator të vitit 2023 kur policia e Kosovës u sulmua nga një grup serbësh të armatosur në veri të Kosovës. Milan Radocić ish nën kryetari i listës serbe, Partisë së Serbëve të Kosovës, që ka mbështetjen e Beogradit, e mori përgjegjësinë për sulmin. Kosova e akuzon Serbinë se qëndron prapas sulmit në Banjsk dhe pas shpërthimit që dëmtoi kanalin e ujit në veri në fund të vitit 2024. Serbia i ka mohuar akuzat. Gërvalla kërkoi përsëri që Serbia ta ekstradojë Radocićin, ndaj të cilit autoritetet kosovare kanë ngritur akt akuzë. Ndërkohë, Đurić tha se nuk është në gjendje të listojë të gjitha veprimet e njëanshme nga qeveria e kryeministrit Albin Kurti. Autoritetet e Kosovës kanë mbyllur shumicën e institucioneve që funksionojnë brenda sistemit serb gjatë vitit të kaluar, me argumentin se puna e tyre është e paligjshme, por Beogradi zyrtar ka vazhduar t'u jap paga. Pjesëmarrësit e komunitetit serb në Kosovë marrin të ardhura të ndryshme nga buxheti i Serbisë, si paga, pensione, ndihmë sociale, shtesa për fëmijë, prindër e të ngjashme. Đurić pretendoi se serbët janë duke ikur nga Kosova dhe se sulmet ndaj tyre kanë shënuar rritje pa dhënë ndonjë provë. Kryediplomati kërkoi gjithashtu që Kosova të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, si zgjidhje për telashet e serbëve në Kosovë. Kur të themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, veprimet e Kurtit tregojnë qartë se nuk ka vullnet për këtë, tha ai. Ai shtoi se dialogu mbetet e vetmja rrugë e qëndrueshme përpara, por ai duhet të ndërtohet mbi besim. Përfaqësuesi i Rusisë akuzoi Kosovën për vazhdimin e politikës së saj drejt dobimit të banorëve serb, pasi Kosova, ndër të tjera, ndaloi përdorimin e dinarit serb. Ai shtoi se Bashkimi Evropian nuk është në gjendje të ndikojë mbi Prishtinën, duke theksuar se ndërmjetësimi i BE-s ka dështuar plotësisht në dialog. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian u bëri përsëri thirrje e Kosovës dhe Serbisë të fillojnë zbatimin e marrëveshjes së vitit 2023 për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Ai shtoi se nga Kosova pritet themelimi i asociacionit, ndërsa nga Serbia njohja e dokumentave dhe simboleve të Kosovës. Rusia tha se veçanërisht është e shqetësuar për marrëveshjen e mbrojtjes mes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë. Përfaqësuesi i Mbretërisë së Bashkuar tha se vendi i tij mbetet një mik i përkushtuar i Kosovës dhe mbështet aspiratat e saj euroatlantike dhe ndërtimin e një demokracie shumë etnike. Misioni unik vepron sipas rezolutës 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila ka qenë kompromis midis vendeve perëndimore dhe Rusisë për t'i dhënë fund konfliktit në Kosovë. Ky mision është neutral ndaj statusit të Kosovës. UNMIK, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008, i ka bartur të gjitha kompetencat tek institucionet vendore. Institucionet e Kosovës kanë kërkuar më herët që misioni UNMIK të referohet dhe të mbetet vetëm si një zyrë përfaqësuese e OKB-s në Kosovë.